Rikthehet fenomeni i Big Brother VIP, Luis Eli sërish në shtëpi, sa do qëndroj dhe çfarë dihet për të në edicionin e ri të reality show më të ndjekur në Shqipëri, Big Brother VIP Albania 5. Ka ardhur një lajm surprizë për publikun dhe konkurrentët brenda shtëpisë. Fituesi i edicionit të dytë, Luis Eli, është futur sërish në program. Luis Eli, fenomeni që dominonte lojën gjatë BBV2 dhe fitoi zemrat e publikut, u shfaq në një mënyrë të papritur brenda shtëpisë, duke shkaktuar reagime të forta nga banorët. Shumë prej tyre mbetën të befasuar dhe pa fjalë kur e pan emrin e tij, ndërsa të tjerë shprehen tension dhe kuriozitet për rolin që ai do të ketë në vazhdim. Përse u rikthye dhe sa do të qëndroj, produksioni i Big Brother VIP e riktheu Luisin si pjesë të një skenari të veçantë brenda lojës. Sipas informacioneve të fundit, Luis nuk do të jetë prezent deri në fund të spektaklit, por do të qëndroj për disa ditë në shtëpi, duke sjellë kështu një surprizë dinamike për banorët aktual. Banorëve brenda shtëpisë do t'u komunikohet se ai është banor vetëm me një tjetër konkurrent, një element strategjik që mund të ndryshojë marrëdhëniet dhe perspektivat e lojës. Kjo lëvizje pritet të shtojë tensionin, intrigat dhe strategjitë brenda shtëpisë, duke i detyruar konkurrentët të rimendojnë lëvizjet e tyre. Luis Eli, nga fitues në fenomeni mediave, për shumicën e publikut shqiptar, emri Luis Eli lidhet menjëherë me suksesin në BBV2. Ai arriti të fitojë çmimin final, duke kaluar mbi konkurrentë të tjerë me personalitet të fortë dhe strategji të mirë në lojë. Mëtej, fitimi i tij u shoqërua edhe me një moment shumë të ndjekur nga publiku, martesa me Kiara Titon, të cilën e nisi gjatë kohës në BBV2 dhe që u finalizua jashtë shtëpisë së Big Brotherit, përtej realitetit televiziv. Luis ka ndërtuar edhe një karrierë të suksesshme muzikore. Para shumë vitesh ai përfaqësoi Shqipërinë në Eurovision 2006, ndërsa pasi doli nga BBV u shfaq me koncerte shumë të kërkuar. Pasi doli nga Big Brother VIP 4, Luis Eli u shfaq me koncerte shumë të kërkuara në Shqipëri dhe jashtë saj. Çfarë sjell rikthimi i tij për spektaklin? Rikthimi i një fituesi të një sezoni të kaluar në një edicion të ri të Big Brother është diçka që ndodh rrallë dhe zakonisht ka efekt të madh tek audienca. Për banorët e rinj, prezenca e Luisit nënkupton presion më të madh, ndryshim strategjik dhe nevojë për t'u përshtatur me një dinamik të re. Për publikun, kjo rikthim sjell një interes të shtuar, sepse figura e Luisit konsiderohet nga shumë si një nga më të fortët dhe më karizmatikët që BBV ka pasur ndonjëherë. Megjithatë, ndryshe nga edicioni 2 ku ai qëndroi gjithë sezonin dhe fitoi çmimin, këtë herë udhëtimi i Luisit në shtëpi është i kufizuar në disa ditë, një element surprizë për banorët dhe spektatorët e programit, pritshmëritë e publikut dhe rrjeti social. Që nga njoftimi i rikthimit të tij, rrjetet sociale janë mbushur me komente dhe diskurs rreth rolit të Luisit në këtë edicion. Shumë fansa shprehin entuziazëm për faktin se ai do sjellë humor dhe intrigë, ndërsa të tjerë mendojnë se përvoja e tij mund të trondit konkurrencën dhe balancën brenda shtëpisë. Për momentin, çështja se sa ndikim do ketë ai dhe si do të reagojnë konkurrentët mbetet temë diskutimi.